تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أكتر كذي مش مين دوسنا. Что? Помимо пак? Что? Что? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Të gjitha falëndërimet i takojnë Allahut, atë e falëndërojmë, atij nënshtrohemi. Lavdia i qoftë Allahut subhanahu wa ta'ala, i cili ka zbritur Kur'anin, që është themel i çdo dije. Po ashtu lavdia i takon Allahut, i cili mësoi njeriu atë që nuk diti, njëkohësisht duke lutur Allahun subhanahu wa ta'ala që të na forcojnë këtë rrugë deri në momentin kur ne do të takojmë atë. Po ashtu lutim Allahun që Allahu të jetë i kënaqur me ne dhe të mos ndryshojmë deri në momentet e vdekjes, por të jemi të qëndrueshëm në rrugën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dëshmoj me bindje të thellë se askush nuk adhurohet me merit më të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe është i dërguar i tij. Salavat dhe selamet qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbar pasuesit e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur besimtar, e falenderojmë Allahun i lartësuar që na mundson të kemi një takim të tillë, vend i dalluar pra nga pjesët e tokës, pjesa më e rëndësishme është vendi ku adhurohet Allahu, xhamit, ku edhe nga urtësitë e ndërtimit të xhamive apo roli i xhamis është me mësu dijen nga Kurani dhe Suneti i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Kërkimi i dijes është nga veprat më të dashura të Allahut. Siç ka thënë Imam Ahmed ibn Hanbal, asgjë nuk mund të barazpeshohet me diturinë nëse ai njeri e ka rregulluar njetin. Dhe urtësia e kërkimit të dijes është me e largu paditurinë, ignorancën nga vetvetja dhe m'ia mësu të tjerëve. Fillimisht për me inkuraju veten dhe juve se kjo është një vepër rrugtimin, kërkimin e dijes, ju përkujtoj me një athar që përmend Imam Bukhari në Adab al-Mufrad, kur Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu kishte marrë rrugtimin, një prej sahabeve të nderuar kishte marrë rrugtimin me shku në Sham, me taku Abdullah ibn Unais, vetëm për një hadith pejgamberit alayhis salatu wassalam.
trokiti në derën e Abdullah ibn Unaisit dhe po pyesin se kush është, po thot jam Gjabir ibn Abdullah, kam ardhur nga Medinja pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe sigurisht se kur në shtëpi troket dikush që ka ardhur nga larg, nuk është reagimi i njerëzve sikur një njeri që është i qytetit apo sikur i afërm. Dhe më njëherë pra Abdullah ibn Unais e merr me seriozitet këtë musafir dhe i thot, për çfarë ke ardhur? Kam ardhur thot për me mësu një hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, kam dëgjuar se ti e di një hadith, pra që me vërtetu edhe me mësu nga gjuha e Abdullah ibn Unaisit. Atëherë i shpjegon, e përqafon dhe ja tregon hadithin që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmend që do të ringjallen njerëzit në ditën e gjykimit zhveshur pa bërë sunet, pra hadithi i njohur. Thon dietarët, ky veprim i Gjabir ibn Abdullah mbjelli në zemrat e sahabëve të vegjël një dashuri të madhe për kërkimin e dijes, në veçanti te Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhu. Ndaj rrugtimi në kërkimin e dijes është rrugtimi më i mirë jetës. Është një fjalë e njohur e khalifes Abbasit al-Ma'mun, ar-rajulu imma an yakuna talib al-ilm wa imma an yakuna qani'un lil-jahl. Njeriu, çdo njeri në këtë dunja është në mes dy çështjeve. Ose nuk dorëzohet dhe është kërkues i dijes, pavarësisht rrethanave, moshës, gjinisë, situatave, ai nuk dorëzohet në këtë pikë, por është kërkues i dijes. Ose është grupi tjetër që e ka vendosur përfundimisht me mbyll jetën e tij duke u cilësuar si njeri i paditur. Andaj kërkimi i dijes është nga veprat më të dashura të Allahut. Përmend Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah që një nga faktorët që kanë nxitur Ibn Hazm al-Dhahiri rahimahullah për më marrë me dije, ka hyrë në xhami dhe ka qenë koha jo e ndalesës për më falë sunetin. Dhe ajo është ulur. Dikush i ka thënë, pse ulesh pa e falë namazin, pa e falë 2 rekate. Është ngriti ka falë 2 rekate. Mas namazit i kindis ka ardhur është ulur. Dikush i ka thënë, është ardhur është falur. Dikush i ka thënë është koha e ndalesës, nuk bën më falë. Dhe ai ka rënë një hamendje shumë të madhe, ka thënë, të parët më thanë falu, të dytët mos u fal. Pra ishte diçka e habitshme dhe kjo e ka nxitur dhe i ka dhënë një kuraj dhe një shtytje të madhe që të merret me dituri. Ibnul Qayyim rahimullah në nunijen e tij neve na qartëson që xehli është diçka që duhet luftohet para se të na godet. Dhe thot el jahlu da'un qatil. Ignoranca, padituria është një smundje vdekjeprurse. Wa shifa'uhu amrani muttafiqani amrani fi at-tarkib muttafiqani. Dhe shërimi i saj vjen nga 2 argumente që janë të pandara. Wahyun min al-Qur'ani wa min sunnetin, është shpallja nga Kurani dhe Suneti, wa tabibu dhalika al-alimu ar-rabbani, dhe shërimi i saj, pra shërimi, kurimi i kësaj smundje vjen, pra shërimi vjen nga Kurani dhe Suneti, por kush e mjekon kët? Al-alimu ar-rabbani, ai që është dietar rabbani. Sigurisht që janë argumente të shumta nga Kurani dhe Suneti, hadithet që neve na flasin për peshën e madhe të diturisë dhe rëndësinë e saj. Ndoshta për argumenteve më të fuqishme që nëse meditojmë Kur'an, rëndësia e diturisë është një ajet kuranor ku Allahu ka thënë: Allahu alladhi khalaqa as-samawati, Allahu alladhi khalaqa 7 samawatin wa min al-ardhi mithlahunna. Allahu është ai i cili ka krijuar 7 palë qiej, po ashtu edhe tokën. Yatanazzalu al-amru baynahunna, në të zbaton urnat e tij. Pra shpalljet zbresin në tokë.
po ashtu edhe urdhnat kaunije, zbritja e shiut, krijimi i tokës, çdo send vjen nga Allahu. Pastaj thot Allahu, li ta'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir. Që ju të dini, të mësoni se Allahu është i plot fuqishëm për çdo gjë. Wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma, dhe dija e tij përfshin çdo gjë. Pra ky ajet kuranor neve na qartëson se krijimi i tokës dhe i qiejve dhe po ashtu në anën tjetër zbritja e librave, dërgimi i pejgamberëve është që njeriu të mësoj cilësitë e Allahut, emrat e Allahut, të mësoj tauhidin, mësoj mbi xhenetin, mbi xhehenemin. Pra kjo është, ta kuptoni vetëm se edhe dunjaja është të palqen kriju që ne të marrim dije. Kjo është një prej argumenteve vërtet më të fuqishme. Allahu thot në librin e tij, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allahu i ngrit ata që kanë besuar në mesin e juve. Walladhina utul ilma darajat, dhe ata të cilët janë të ditur në grada të larta. Ky ajet qartëson se në mesin e njerëzve, gjitha krijesave, gjithë njerëzve në tokë, besimtarët janë në nivelin më të lartë. Por mesin e këtyre besimtarëve dallohen dietarët janë në grada edhe më të larta. Dy porta që përmend Ibnul Qayyimi që e pengojnë njeriu, apo janë dy dyrë që nëse ato mbyllen nuk arrin të dija. Ibnul Qayyimi rahimahullah përmend një muri argumentesh në Miftahu Daris Saada. Thot logjika dhe dëgjimi. Këto janë dy dyrë që nëse këto mbyllen, ti shkon drejt ignorancës. Dhe ignoranca ku na shpijen ne? Na shpijen e zjarr. Allahu thot në librin e tij, "Law kunna na'qilu, law kunna nasma'u aw na'qilu, ma kunna fi ashabis sa'ir." Po tishim ata të cilët dëgjonim dhe logjikonim, ne nuk do të ishim banor zjarrit. Pra një nga faktorët që njeriu futet në zjarr është si rezultat që i ka mbyll pra këto dy porta dhe nuk ka arri deri tek dija. Po ashtu Allahu në librin e tij thot, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." Thuaj, a janë të barabartë ata të cilët kanë dije dhe ata të cilët nuk kanë dije? Pra me drejtësi Allahu i dallon grupet e atyre që dinë edhe ata që nuk dinë. Madje Allahu e përmend në librin e tij se ata të cilët nuk janë të pajisur me dituri janë sikur të verbrit që ecin tokë. Dhe i verbri maksimumi çka mund të bëj, ai të orientohet. Pra ai që sheh e orienton ato që është i verbër. Por ata që s'kan dije janë të verbër. Allahu thot në librin e tij, "Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma?" A është ai që din ato që është zbritur ty me të vërtetën? A është sikur ai që është i verbër? Pra nuk janë të barabartë. Allahu ka kërkuar nga pejgamberi alayhis salatu wassalam që ti lutet Allahut t'ia shtoj diturinë. T'ia shtoj diturinë. Wa qul rabbi zidni ilman. Dhe thuaj, o Zoti im, zidni ilman. Më shto mua dijen. E dini që kur Musa alayhis salam ka qartësuar se është njeriu më i ditur mbi sipërfaqen e tokës, Allahu e ka njoftuar që ka një njeri që ka dije diçka që ti nuk posedon. Çfarë ka vepruar Musa alayhis salam? Ka thënë, "Lan abraha hatta ablugha majma al-bahrain aw amdi huquba." Pra nëse kalojnë vite, edhe vite nëse kalojnë, unë nuk do të ndalem derisa të arrit tek ato dy detra, do të thonë vendi ku e ka përshkruar Allahu takimin me Khidrin. Edhe nëse kalojnë vite. Pra kjo tregon që duhet me pas durim shumë të madh në kërkimin e diturisë. Një nga mirësitë e mëdha të dijes, vlerë e jashtëzakonshme që është pasuri e madhe e kërkimit të di apo diturisë ku njeriu ka, i sjell dhe i mbjell njeriu të frikë respekt. Dhe kjo është pothuajse ai ka diturisë, khashje, pra frikë, mi pas frikën Allahut. Kjo është mburoja, pra arma kryesore në betejë, mi pas frikën Allahut te baraka ve taala. Allahu thot në librin e tij, "Inna ma yakhsha Allah min ibadihi", me të vërtetë, më së shumti që i friksohen Allahut nga robërit e tij janë kush?
el ulama janë dietarët. Aq është e rëndësishme dituria. Ibnul Qayyim rahimullah përmend që Allahu na ka leju me ushqy nga ato kafshë që gjahu i dresuar e zën. Pra nëse qeni në gjuhëti nuk është i mësuar, nuk ka dije për ma arri deri tek caku, nëse nuk dresohet, nuk mësohet, nuk lejohet ushqimi i asaj kafshë. Pra kjo e tregon edhe do me thonë ja vlerë edhe qeni që është i dresuar nga ai që është i pa dresuar. Është një hadith vërtet shumë i rëndësishëm që vetëm këtë hadith sikur ta shpjegonim sot do të ishte mjaft, por ja çfarë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Sahih al-Bukhari, Muslim, nga hadithi që transmeton Ebu Musa al-Ash'ari, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna mathala ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-ilm. Shembulli që më ka dërguar mua Allahu me udhëzim dhe me dije. Ka mathali ghaythin asaba ardan, është sikur shembulli i një toke që bjen shi të bollshëm. Fa kanat minha ta'ifatun tayyibatun aqbalat al-ma'a wa anbatat qabalat al-ma'a fa anbatat al-kal'a wal-'ashb al-kathir. Pra është një tokë pjellore e mirë që zbret shiu dhe ajo tokë si rezultati i shiut e pranon ujin dhe sjell bim dhe bar të shumt. Wa kana minha ajadibu amsakat al-ma' fa nafa'a Allahu bihi an-nasa fa sharibu minha wa saqau wa zara'u. Dhe shembulli është po ashtu një pjesë e tokës është e merr ujin por nuk e thith dhe të tjerët përfitojnë, pra pin ujë bagetia, përfitojnë njerëzit. Një pjesë e tokës ashtu është, pra njerëzit përfitojnë për asaj. Wa minha ukhra thot wa asaba ta'ibatu, një pjesë të tokës zbret shiu. Inma hiya qi'anu la tumsiku al-ma wala tunbitu kal'an. Një pjesë e tokës as nuk e thith ujin, as nuk e mban ujin, as nuk sjell bar, as nuk sjell bim. فذلك مثل من فقه في دين الله عز وجل ونفعه بما بعثني الله به. Kështu është shembulli i atij që punon me ato që kam zbritur unë dhe përfiton prej saj. Fa'alima wa 'allam, mëson dhe i mëson të tjerët. Wa mithlu man lam yarfa' bidhalika ra'san wa lam yaqbal huda Allahi alladhi arsaltu bihi. Dhe shembulli i atij i cili nuk pranon udhëzimin me atë që kam ardhur nga unë. Thot Ibnul Qayyim rahimahullah, ky hadith i ka krahasuar diturin me zbritjen e shiut. Dhe i ka krahasuar zemrat e njerëzve, i ka krahasuar me tokën. Me tokën që është format ndryshme. Pra zemrat nuk janë të njëjta, por edhe toka nuk është e njëjtë. Mirë, po shiu është një. Dhe ju e dini që sa herë, pra edhe kur ishim Kuvajt, Sheikh Khalid Dhafiri Allahu e ruajt, pra në bëri namaz istisqa, nevoja për shiun është e ligjshme që njerëzit ka nevojë për shiun. Po të mos kishte shi, njerëzit vdesin. Çdo gjë, gjallërimi, çdo gjë është shiu. Prandaj krahasimi i diturisë me shiun, kjo tregon shumë çka. Pa shi, pa dituri, pra ne, dhe kështu janë zemrat e njerëzve. Disa pranojnë të vërtetën, disa e pranojnë, por nuk kanë dituri, atë vetëm e mësojnë, sikur ajo pjesë e ujit që mban ujin, por nuk dinë t'ja u shpjegojnë të tjerë, por e mëson dhe të tjerë përfitojnë. Dhe është kategoria e tretë që as nuk e ngritin kokën dhe as nuk e pranojnë udhëzimin, as nuk e pranojnë diturinë. Akhrajahu al-Imam Ibn Dawud, Abu Dawud wa Tirmidhi, dhe thot Ibn Hajar al-Asqalani në Fath, lahu shawahid yutaqawwa bih, thot ka argumente të ndryshme që e ngritin këtë hadith deri në pozitën e të qenurit hadith që punohet me të. An Abi Darda, nga Abu Darda radiallahu anhu ka thënë, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wasalam të ketë thënë, men salaka tariqan yabtaghi bihi ilman, yabtaghi fihi ilman, ai cili ndjek rrugën, ec
në kërkimin e diturisë, salakallahu bihi tariqan ila al-janna. Allahu ja mundson atij rrugën drejt xhenetit. Wa innal malaikatu latad'u ajnihataha ridan li talib al-ilm. Dhe kërkuesi i dijes i shtrin krahët për kërkuesin e diturisë, pra lutën për kërkuesin e diturisë. Madje thuhet, përmendim Ibn Qayyimi që një mu'tazili është tallë me këtë pjesë të hadithit ku i ka dëgjuar këtë formë dhe ka thënë do t'i marr ato nallet apo kpuca, do t'i lyj dhe e ka përshmu hadithin. Dhe si ka veshur rrëzu dhe domethënë ka mbet i paralizuar gjatë tërë jetës. Këta përmendim Ibn Qayyimi Miftah Dar as-Saad dhe këtu tregon sa është rrezik në nënçmimi i argumenteve, sa është i rrezikshëm në nënçmimi i argumenteve apo refuzimi. Pastaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam wa innal alima, më të vërtet dietari, yastaghfiru lahu man fi as-samawati wa man fi al-ard. Çka ka në tokë dhe çka ka në qiell, lutën për kërkuesin e dijes, për dietarin. Dhe shtrohet pyetja, hatta al-hitanu fi al-ma. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qoftë edhe peshku në det. Shtrohet pyetja, pse edhe shpezët, shtazët, kafshët, çka ka në det, edhe ai milingona atje lutet për kërkuesin e dijes, sepse të vetmit mbi sipërfaqen e tokës janë që edhe me kafshët trajtohen në mënyrën më të drejtë, janë dietarët, edhe janë njerëz të dijes. Pra, edhe ata që mundohen me i trajtu në perëndim, pra kafshët i trajtojnë në një ekstrem që ja u kufizojnë jetën edhe i izolojnë, pra në jetën e tyre, kafshët e tyre. Prandaj, për këtë edhe luten për kërkuesin e dijes. Wa fadlu al-alim ala al-abid ka fadlu al-qamar ala sa'ir al-kawakib. Dhe vlera e dietarit mesin e atyre të tjerëve është sikur shëndrit, sikur hëna që dallohet mesin e kontinenteve tjera, apo yjeve, më falni. Në mesin e yjeve, ashtu si dallohet mesin e yjeve, ashtu dallohet hëna në mesin e trupave tjerë qiellor. Ibn Qayyim rahimahullah ka thënë, pse nuk është përmend dielli, dietari është sikur dielli, por është përmend sikur hëna. I ka përmend dy urtësi. E para thot, hëna nuk ka dritën e saj, po e merr dritën nga dielli dhe reflekton të tjerët. Kështu është dietari, e merr dritën, pra e merr diturinë nga Kurani, nga drita e fuqishme pra Kurani, dhe ja u shpërndan të tjerëve. Kjo është e para. Dhe e dyta, thot Ibn Qayyim rahimahullah, dielli është i njëjtë, nuk ndryshon. Drita e diellit nuk ndryshon, është e njëjta. Edhe pamja gjithë ato. S'kemi pra në mesin e mujt një diell më të fuqishëm në fillim të mujt, ndërsa hëna ndryshon. Fillimi i saj, mesi i saj, kështu edhe dietarët. Pra i shohim gjatë historisë, pra dini në kohën e fitnese Ibn al-Ash'ath, kush ka dalë aty, si me thon hëna më ndriçuar, ka dalë Hasan al-Basriu, apo në kohën e Ibn Taymijes, apo në kohën Muhammed ibn Abdul Wahhabit, apo në kohët e sotme, pra disa dietar kanë dritë më të fuqishme. Për këtë e ka përgjasu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me hënën. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warathatul anbiya, dhe dietarët janë trashëgimtar të pejgamberëve. Innal anbiya lam yuwarithu lana dinaran wala dirhaman. Dietarët nuk na kanë lënë për trashëgimi as dinarin as dirhemin. Innama warathu al-ilma, por e kanë lënë trashëgimi, na kanë lënë. Pra kur përmendet Kur'ani dhe trashëgimia të Davudi Sulejmani, përmendet trashëgimi e diturisë. Innama warathu al-ilm, faman akhadhahu, e kush e merr këtë trashëgimi, pra kush e merr këtë trashëgimi, zakorisht njerëz janë të lumtur kur ju bën një trashëgimi e madhe, nëse prindit tyre kanë një trashëgimi të madhe dhe ju bën, ata janë të lumtur, por cila është trashëgimia më e mirë dhe më e rëndësishme e jetës është faman akhadhahu, pra që ja kalon mundësi çdo njeriu si përfaqen e tokës me marrë trashëgimin më të rëndësishme, faman akhadhahu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, akhadha bi hadhin wafir. Ky është pra, si e përdorim në shprehje të ndryshme, lum aj. Ky është njeriu më me fat. Akhadha bi hadhin wafir. Ky është njeriu, do të thonë që si thon për e ka siguru jetën për dikon kur i bën, pra ka gjendjen ekonomike më mirë, ky është njeriu që jep siguri jetës. Kjo trashëgimia e vërtet që shoqëron edhe në varr. Dhakara Ibn Abi Shayba në Musanefin e tij thot, kanë thënë disa prej selefit, el imanu uryan.
imani është i zhveshur. Libasuhu at-taqwa. Petku që e mbulon pra imanin është devotshmëria. Wa zinatuhu, estolisja e tij është el-haya, është turpi. Wa thamaratuhu, por fryti, rezultati është el-ilm, dituria. Aliu radiallahu anhu ja ka dhënë një këshill një personi dhe i ka thënë: ja Kumail ibn Ziyad, ka thënë: o Kumail ibn Ziyad, al-qulubu aw'iyatun, zemrat janë sikur enet, fa khayraha aw'aha lil khair, ma mira prej saj është ajo që mbushet me khair. Pastaj ka thënë: ihfadh anni ma aqul, po të mësoj diçka edhe dëgjoje. An-nasu thalatha, njerëzit në këtë dunja janë 3 lloje. Nuk mund të ikim saj këtyre 3 kategorive që ka thonë Aliu radiallahu anhu. Fa'alimun rabbani, e para është pika më e lartë. Fa'alimun rabbani, dietari i devotshëm i din. Wa muta'allimun ala sabilin najah, dhe ai i cili është nxënës dije. Pra nuk mund të arrit gradën e dietar, por është nxënës dije, kërkon të vërtetën me argument. Dhe grupi i tretë, pra muta'allim ai ky i dytë që e kërkon të vërtetën, me shpëtu. Dhe i treti është hamajun ra'a atba kulli na'iq, ai që është ec mas turme, ka të shkon, sikur delet i prin, do me thonë ec, ka të shkojnë tjera, të shkon edhe ky. Yamiluna ma kulli rih, ecin me çdo erë. Lam yastadhi'u bi nuril ilm, sepse këtyre nuk kanë ecë me dituri, nuk ju ka mungu që të kenë si arbitër apo si me thonë udhërëfyes të jetës time pas argumentin nga Kurani dhe Suneti. E përmendi Ibnul Qayyim rahimahullah kur flet për vlerën e diturisë, që dituria është më e rëndësishme dhe më me vlerë se sa pasuria, dhe i përmend disa shumë urtësi, shumë pika i përmend që pasuria nuk ka vlerë sa dija, dhe thot anel ilme mirathul anbiya, dituria është trashëgimi e pejgamberëve. Ndërsa pasuria është trashëgimi e të pasurve dhe mund të jetë mbretërve. Pastaj thot el ilmu yahrisuka, një ty dija të ruan. El ilmu yahrisuka. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, dija ty të ruan në gjitha aspektet. Përveç që të ruan çështjet e dyshimeve, kjo është më e rëndësishme, mos më ron dyshime. Ku të bish në dyshime, bjen fraksionet xhavarixhve. Dini vetëm fitnia e Sirisë që ka ndodhur. Si kanë ra njerëz që s'kan pas dije, kanë shku, kanë humb familjen, kanë lënë fëmijët jetim, dhe në fund kanë bërë një vepër të cilën Allahu nuk është i kënaqur me ta. Pra të shkatron. Dija ty të ruan. Ndërsa pasurinë ti duhet me rujt. Pra njeriu ka pasuri të madhe, domthon ata çdo herë janë se si me rujt pasurinë, sepse ajo dhe mund të ikë dhe mund të shpërndahet. Po ashtu dituria nuk të shkput ty nëse shkput, nuk ndahet nga ti edhe kur të vdesesh, ndërsa pasuria ndahet. Dhe një prej të mirave që i ka dituria për dallim nga pasuria është, thotë Ibnul Qayyimi, pasurinë ka edhe ateisti, pasurinë ka edhe pabesimtari, pasurinë ka edhe hipokriti, pasurinë ka edhe keqbersi, munafiki, të gjitha feve tjera. Por diturinë e kanë vetëm, është mirësi edhe nder e kanë besimtarët. Aq sa është e rëndësishme çështja e dijes, sa që pejgamberi alayhis salam ka thënë, transmeton, thot Enes radiallahu anhu, ka thënë pejgamberi alayhis salam, hadithi në Bukhari dhe Muslim, inna min ashrati as-sa'a an yurfa al-ilmu wa yathbutu al-jahl. Nga shenjat e kiametit është humbja diturisë dhe me lëshu rënjit gjehli. Pra, kur të humbi diturit, kur të vdesin, dhe dietarët e komentojnë këta, humbja diturisë është me vdekjen e dietarëve. Pra, vdesin dietarët dhe fillojnë me dal shesh të paditurit. Po ashtu, nga vlera më madhe dijes është hadithi pejgamberit alayhis salam nga Muawiya, hadith sahih, që pejgamberi alayhis salam ka thënë men yuridillahu bi khairin yufaqihu fi din.
Allahu kur e don robin e tij ja mundson me kuptu fen. Yufaqihu fi din. Dhe ky hadith pra është sinjal i qartë që Allahu e don robin që merret me ilm. Dhe këtu është një dyshim që duhet ta evitojë njeriu. A ka sinqeritet në kërkimin e diturisë apo nuk ka? Kanë thënë dietarët e selefit, talabna al-ilma la li ajlillah. E kem fillu kërkimin e dijes jo për Allahun. Fa aba Allahu illa an yakuna lillah. Por Allahu nuk ka pranuar ndryshe pos që ne ta kërkojmë dijen për jetë Allahut. Pra me kalimin e kohës ka fillu duke u përmirësuar njeti edhe kanë ardhur deri një pikë që vërtet janë marrë me kanë pas sinqeritet të madh. Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu e përmend Tirmidhiu dhe Sahih e bon Sheikh al-Albani rahimullah, i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka bë dua, naddara Allahu imra'an sami'a minni hadithan fa hafidhahu fa ballaghahu فحفظه حتى يبلغه غيره. نضر الله امرأ. Allahu ja zdrit ftyrën, pra ja ndriçoft ftyrën. Ati që dëgjon hadithin nga unë, e ruan, e mëson dhe ja u transmeton të tjerëve. Thot el-Mundhiri, wa ma'nah, kuptimi i saj është ad-du'ahu bin nadara. Lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për këtë besimtar që merret me dituri bin nadara. Pra kuptimi thotë është wa min nadara është shëndritja min al-bahja wal hasan, përveç i jep Allah i bukurinë fytyrën e tij. Dhe ne jemi dëshmitar, domethënë kur i shohim fytyrat e dietarëve të mëdhenj siç janë Imam al-Luhidan, Allahu e mëshiroft, Imam Rabi, Allahu e mëshiroft, fytyrat të ndritshme. Edhe ata që janë gjallë, pra vren fytyrat e tyre. Pra në veçanti pasues së sunetit, Allahu i jep një nur. Ka thënë Abdullah ibn Umair radiallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam, baina ana na'imun, përderisa unë isha duke fjetur, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, utitu bi qadahi labanin. Bi qadahi labanin, mu është dhënë një gotë me qumsht. Fa sharibtu, dhe kam pi prej asaj gote me qumsht, hatta la inni la ara rreja yakhruju min adfari. Pra sikur po del diçka nga thënjët e mi, aq shumë duke pi prej asaj gote me qumsht. Fa sharibtu fa ataitu fadli Umar ibn al-Khattab. Kam pi prej saj dhe çka kametja kam dhënë Omerit. Sahabët i kanë thonë, ja Rasulullah, fama awwaltahu? Ja Rasul, si e komenton pra se ëndrat e pejgamberëve janë wahjen shpallje. Pra ëndrat e pejgamberëve janë shpallje, nuk janë sikur ëndrat tjera. Si e komenton qumshtin e i dërguari Allahut, ka thonë el-ilm, diturin. Pra trashëgimi, pra këtë en apo këtë gotë me qumsht e ka marë prej saj ka pi Omeri radiallahu anhu. Thot Ibn Hajar al-Asqalani, hadithi është Bukhari dhe Muslim që përmende. Thot Ibn Hajar në Fathul Bari, wajhu at-ta'bir bidhalika. Pra urtësia e përmendjes qumshtit që është dituri është ta'wilu al-laban bil ilm min jihati al-ishtirak al-laban wal ilm fi kathrati al-manafi. Çka i bashkon qumshtin dhe dijen në një pikë është se të dyjat janë me dobi të shumta. Vështirë të numëroni dobit e qumshtit. Al-labanu lil-ghadha al-badani. Qumshti prodhon produkte të shumta që janë dobishme për trupin e njeriu. Pra ndodh ndonjëherë që një mjek në fytyrën e tokës më thon që fëmia është më mirë me pi qumsht të barnatorëve që blehet se sa qumshtin që ka, domethënë qumshtin gjitha aspektet është një diçka që Allah ka krijuar dhe është i dobishëm. Dhe është gjitha aspektet, sa produkte dhe na vijnë prej saj, është shumë i dobishëm. Dhe tjetra, wal ilmu fi kathrati al manafi' wal ilmu lil ghadha al ma'nawi. Ndërsa dija krahasohet, përmendet e merret shembull pra me qumshtin sepse dija është ajo që neve na jep dobi të përgjithshme. Nëse pyeten banorët e zjarrit,
të gjithë veprat që çojnë zjarr, si rezultati i saj është xehli. Dhe shumë shembuj ka marrë Allahu në Kur'an, ka marrë gomarin që bart libra, pra që s'ka dije, ata që s'kan dije janë sigur kafshat apo më të ulë se sa kafsha, kështu me radhë. Dituria të ngrit në dunja dhe në ahiret. Ka thënë Imam Shafiu, men arada ad-dunya fa alayhi bil ilm. Kush don dunjan, le të merret me ilm. Pra, mos jetë qëllimi më marr ti më ngrit nëpërmes ilmit me dunja, por qëllimi është ai që merret me ilm e ngrit Allahu edhe në dunja. Wa men arada al-akhirah, kush e don ahiretin, le të merret me ilm. Dhe kush i don të dyjat, le të merret me ilm. A ka pozitë më të lartë se sa me qenë khalife? Në veçanti khalifen me qenë khalife e me vitve. Pra duri që është zgjeru kufit islam nga Kina në Francë. Mesin e khalife ka qenë Sulejman ibn Abdul Malik. Ka arë me 2 djemë të tij në Mekke. E përmend ta Ishaq al-Harbi në këtë fjalë, pastaj Khatib al-Baghdadi e përmend al-Faqih wal-Mutafaqih, e përmend këtë ngjarje. Ka ardhur Sulejman ibn Abdul Malik me 2 djemë të tij, pra khalife. Dhe ka taku Ata ibn Abi Rabah. Ata ibn Abi Rabah, i cili përshkruhet që nuk ka qenë, pra ka qenë një pamje që, pra nuk ka qenë i hishëm. Dhe kanë fillu me pyet për hax, për rregullat e haxhit. Ka thënë Sulejman ibn Abdul Malik, Amirul Mu'minin, ja bunayya, ja ibnayya, o djem të mi, mas i ndalë për i takimit. La tani ja fi talab al-ilm, mos undani kur kërkimit dijes. Fa inni la ansa, un kur nuk do të haroj dhullana, pra sa të ullt kemi qenë këtë moment, bejne jedej hadhe l'abd al-aswad, përballë ti njëri që ka qenë me ngjyrën e zezë, pas ka pas qëllim ai me nënçmu, po ka dashur me u tregu, s'ka asgjë që të mashtron, pra merresh me ilm. Dhe kjo është e para, pra të mos ju mashtroj mosha, mos u ndalin kërkimin e dijes. E dyta, dituria nuk merret për një herë. Ka thënë Ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah, el-ilmu in akhadtahu jumla dhahaba minka jumla. Nëse mundohesh me mësu krejt, më marr, pra në fikë, në akiden, hadithe, krejt jam zor, vetëm u kon, thot tana kanë me tik. Tana kanë me tik. Pra nëse mundohesh të tërën me marr, do t'i ke tëra. Wa in a'taytaka kullak, u'tika ba'da. E nëse e jep të tërën, pra jetën tonë, jep për parësi diturisë, me vite, pra Musa alayhis salatu wassalam, me vite ka thënë nuk do të ndalem derisa ne një përngesë e vogël më na ndal, do shta i shkputëm ilmin. Pra e nëse e jep të tërën do të ipet pak. Pra do të ipet pak. Sa i ka kushtuar si Imam al-Albani rahimahullah, dhe gjatë jetës së tij disa pse ka shkruar edhe një vëllim që hadithet e sakta pastaj ka bë apo anasjeltas. Do të thonë ti ikin gjana. Por nëse e jep të tërën e merr pak nga dituria. Kjo është e dyta. E treta është me pas ajka, po thelbi i diturisë është me punu me të. Po s'punove me ta, do të jetë argument kundër teje. Sepse ju e dini që hadithi që do të fillon zjarri me është edhe ai i cili është marrë me dije, po s'ka qenë i sinqert. Kur e kanë pyet Ibn Muzahim, i kanë thënë men a'lamu ahli al-balad, kush është më i dituri në mesin e qytetit, ka thënë atqahum, më i devotshëm. Pra dija e vërtetë është çaj që është i devotshëm. Kjo është qëllimi, është me u përmirësu në jetën tonë. Dhe çfarë është pjesëve më të rëndësishme është durimi në kërkimin e dijes. Pra po s'patë durim, njeriu nuk do të përfitosh nga dija, durimi. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë yarhamullahu Musa, Allahu mëshiroft Musajin, lawadittu annahu kana sabara, do të dëshiroja që ai të ishte durimtar. Pra Musa i ka bërë 3 pyetje. Do të thonë në pyetjen e tretë ka përfundu bisedan mes Khidrit dhe Musajit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë Allahu mëshiroft Musajin, sikur ai duronte edhe të vazhdonte me pyetjen ndaj Khidrit.
yuqassa alejna min akhbarihima, që të ne jep edhe më shumë dije. Pra pejgamberi alayhis salam po ka dëshirë që me pas edhe më shumë njohuri nga ajo që e ka mësu Musa alayhis salam. Këto ishin disa argumente nga Kurani, nga Suneti, nga jeta e sahabeve, nga fjalët e Ibn al-Qayyimit në libri i Miftahu Daris Saada. Prandaj i lutemi Allahut subhanahu wa taala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura që të na pastrojnë jetën, na i mundsoj të gjitha shkaqet që ne të merrem me dituri. Sot pra jetojmë në mundësitë e arta në kërkimin e dijes. Pra është e lehtë për çdo njërin për juve që të përfitojë nga, për shembull, Sheikh Khalid Dhafiri kishin nëpërmjet internetit mundësi e artë, domethënë që të regjistroheni dhe të përfitoni aty, që kjo është me të vërtet një mundësi për të gjitha moshat dhe nuk kushtohet, pra nëse nuk e kalon këta do të përjashtohesh, po njeriu është një mundësi e mirë që mund të përfitoni. Kjo ishte wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.